Së pari, do sqaroj, kjo është një proces inaugurale. Në kuptimin e asaj, që ne zbresim në fush, pasi kemi bërë çdo detyrë, pasi kemi faktuar çdo gjë, të betuar që do vazhdojmë luftën tonë gjërë përmbysjen e regjimit. Kjo është, ne filluam këtë me foltorën para kryeministrisë. Jo të paktë ishin ata që e përqeshën atë, gabuar. Ajo kishte një mesazh, se ai shesh do t'jetë shesh i lirisë. Vazhduam në parlament, pasi opozitës ju muar çdo hapësirë kushtetuese. Zbresim në shesh, pasi Edi Rama përdori gjykatën kushtetuese, organin më të lartë, për të firmosur licencën e vjedhjeve të tij dhe qeveritarëve të tij pa u shqetësuar. Dolëm në shesh pasi Edi Rama bllokoi tentativën e fundit të prokurorëve për heqjen e imunitetit. Pra, këtë protest do ta mirni si një proces i cili ndalet dhe njëherë. Proces që do jetë një ansambël i tërë dhe ndalet vetëm në rrëzimin e Edi Ramës ose shuarjen e opozitës.